Volejbolli Shkodran ka një gjeshje të ndeshjeve në 3 fronte, në kampionat në kupë dhe në ligën Gjesh Kastiroti. Këtu ishim me Elbasanin, fitu me 3-0 për kampionat. Dhe kenem rimarë përsëri vendin e tretë, të premten tjetër që vjen dhe më thani me studentin në Tiranë. Du të them që kampionati djemve është bua shumë i fort, sepse të gjitha skuadrat kanë investu në lojtarë dhe i fort dhe i bukur. Është theksuar shpesh këtë sezon vllaznia e volejbollit për meshkuj është më e mira viteve të fundit. Ashtu është, më e mira e veçanta është sepse janë arrit lojtarët tonë, lojtarët Shkodran janë mjaftu shumë mirë dhe po lozin shumë mirë, aq më tepër kemi pas edhe 2-3 përforcimet cilët e ndihmojnë skuadrën tonë. Sa ka ndikuar përforcimet e janarit? Akoma nuk i kemi pa plotësisht sepse ata kanë ardhur pak vonë dhe akoma ka nevojë pak për lidhjen e skuadrës. Duken me të dhëna të mira, po deri tashti kryesisht me skuadrën e fazës parë. Ma tepër kemi lujtë, pa tjetër që kanë lujtë edhe këto të ardhunit që kanë ardhur tashti në janar, por shpresojmë që të ecim edhe më mirë, të bëjmë më mirë. Sot e diel ne kena dalë stërvitje, sepse ditën e martë kena neshje për kupë me ekipin e Partizanit, janë 2 neshje, një në Shkodër, një në Tiranë. Shpresojmë të bëjmë performancat mira, neshje të bukura edhe pse jo edhe të fitojmë. Çfarë objektiva keni për këtë sezon? Objektivat tona këtë sezon, objektivi minimal është marrja pjesë në katëshën më të mirë të kupës dhe të kampionatit dhe objektivi maksimal dalja në finale dhe fitimi i këtyre kompeticioneve. Shihni si të mundur të bëjnë kampionat me kupën? E shohim si të mundur, por du të theksoj se ky kampionat është kampionati më i fortë i kampionateve të fundit, pasi në qoftë se kampionatet e fundit ka pas 1-2 skuadra të forta, sot ka 6 të forta. Kështu që çdo gjë mund të ndodhin, e rëndësishme është që ne të stërvitemi, të japim maksimumin ton, të mobilizohemi për çdo neshje dhe ta vlerësojmë hap pas hapi. Mendojmë vetëm neshjen e radhës.